Okej. Lutem që Zoti të na plasë në zemrën, mendjen për të kuptuar më thellë nga shkrimi i tij dhe për ta njohur akoma më shumë Jezus. E dini pse, ndoshta e kam thënë edhe e kam përmendur deri tjetër. E dini pse ne mblidhemi dhe vim në kishë? E dini cila është një nga arsyet? Edhe pse predikojmë sepse ne duam që të bëhemi më shumë më të ngjashëm si Jezus Krishti. Duam të ngjasojmë sa më shumë aty. Nga dita në ditë. Duam të jemi si ai. Kjo është një nga arsyet. Dhe ajo që dua të ndaj dhe dua të flas sot është ka të bëjë në lidhje me shpresë. E dini që shpresa është një nga gjërat që më së shumti nevojitet sot. Po të shikosh njerëzit e kanë humbur shpresën. Bota jashtë e ka humbur shpresën, e kanë humbur shpresën tek vetja e tyre, e kanë humbur shpresën tek pushteti lokal, tek qeveria, e kanë humbur shpresën tek vendi dhe janë larguar. Edhe nuk shohin asnjë lloj shpresë. Dhe unë dua të flas sot për një shpresë që nuk humbet kurrë. Nëse ne e vendosim këtë shpresë tek ai shkambi i shpëtimit, tek ai shkambi i cili shndron i patundur dhe nuk lëviz as edhe një herë. Edhe kjo shpresë është tek Jezus Krishti. Po në fakt çfarë është shpresa? Shpresa është të presësh Perëndimin edhe kur nuk e kupton situatën. Të besosh se ai është ende në kontroll. Kur gjërat ndonjë nuk shkojnë mirë. Të dish se errësira nuk zgjat për gjithmonë, por do të lind dielli. Të mbahesh tek Zoti kur çdo gjë tjetër lëkundet, thot Bibla. Për shembull, shpresa në Bibël nuk turpron. Roma 5:5. Kjo do thotë se ai që shpreson tek Zoti nuk do të mbetet i zhgënjur deri në fund. Po mirë, a mund ta dimë pse njerëzit e humbasin shpresën? E përmenda pak më lart që shpesh shpresa o humbet. Shpresa humb. Po cilat janë disa nga gjërat që e bëjnë që ta humbasim në shpresën sot? E para, janë vuajtjet që ne kemi. Situata të ndryshme, problemet financiare, familjare, e merat që mund të jenë një listë e gjatë. Sëmundjet, ndonjëherë që vijnë në jetën tonë, mund ta humbasin shpresën. Një gjë tjetër është tradhtia. Tradhtia ndaj shokut, ndaj mikut, ndaj vllajt, të lëndon kjo dhe ti humbet shpresën. Një gjë tjetër që na bën ta humbasim shpresën është mëkati, ku ne zhytemi në ta, ku ne qëndrojmë në ta. Një pikë tjetër është lodhja. Lodhja e gjatë, pritja e gjatë që nuk ndodh asgjë. E humbet shpresën. Një pikë tjetër që e humbet shpresën janë lutjet që duken sikur nuk marrin përgjigje. Je lutur për një kohë, je lutur, ke agjëruar, ke pritur dhe duket që nuk ka asnjë përgjigje nga qielli. Dhe kjo e bën ta humbasim shpresën. Një pikë tjetër është frika e së ardhmes, na bën ta humbasim të shpresën. Frika e së ardhmes, çfarë do të ndodhë me mua, çfarë do të ndodhë pas disa vitesh, por nuk kam të ardhura mjaftueshëm, po mund ta humb punën, por vendi po shkon, vendi im ku jam, Shqipëria në këtë rast, po e humbet, nuk ka shumë të ardhme dhe kështu me radhë. Dhe kjo na bën ta humbasim shpresën. Madje edhe njerëzit e Biblës e humbën shpresën në disa momente, në disa çaste. Mbetën pa forcë. Për shembull, Davidi qau dhe u kthye shumë herë në shumë situata. Elia u lodha shumë sa kërkoi të vdiste, e kam përmendur në një nga predikimet.
Jobi humbi pothuajse gjithçka. E dim për Jobin, familjen, fëmijë, pasuria, e gjitha me radhë, e dim historinë. Por Perëndia nuk i la përsëri. Dhe kjo është shpresa. Dhe kjo shpresë duhet të na mbajë. Edhe njerëzit e Biblës, edhe njerëzit të cilën ne i njohim shumë mirë dhe kemi lexuar dhe i lexojmë sepse janë në fjalën e Perëndisë dhe na inkurajon. Edhe ata e humbën shpresën, dhe ata u lodhën, dhe ata dozuan patën momente të vështira. Por një gjë që është e sigurt në të cilën ne duhet të na inkurajojë dhe ne duhet të na mbajë është kjo. Perëndia nuk i la, kështu që as Zoti nuk do të lejë dhe nuk do të braktisë ty. Nuk do të thotë që nuk mund të kalojë momente të errëta. Nuk do të thotë që mund të humbasim punën. Nuk do të thotë që ndoshta sëmundjet nuk mund të na vinë. Mund të vinë të gjitha ato, mund të kalojnë të gjitha ato, por le të mbajmë shpresën tek Zoti, e cila dua t'ju them një gjë. Kjo shpresë nuk është tek njeriu. Kjo shpresë është tek Zoti, i cili është përmbi gjithçka dhe qëndron mbi gjithçka dhe ka në kontroll gjithçka. Kjo shpresë nuk duhet të na lejë Jezus Krishti. Jezus e shpresa. Jezus Krishti erdhi pikërisht për t'u dhënë shpresë njerëzve të thyet. Ai ngrinte ata që ishin rrëzuar, pranonte ata që të tjerët i refuzonin, shëronte, farte, çlironte, silte drita aty ku kishte errësirë. Dhe një varg i bukur cila mua më inkurajon edhe më jep shpresë është ky. Fryma e Zotit është mbi mua. Dhe më dërgoi të shëroj ata që kanë zemër të thyet dhe të shpall çlirimin e të burgosurve. Dhe ky do të ishte Jezus Krishti, i cili profetizoi. Dhe kjo është shpresa që Perëndia ende vepron edhe kur njeriu ndihet i burgosur nga frika, nga mëkati, nga depresioni, nga dhimbja, nga sëmundja, nga çdo lloj situate. Pra shpresa nuk do të thotë që është mungesë problemi. E thash pak më lart, nuk do të thotë që ne nuk mund të kalojmë nëpër situata të vështira. Shpresa nuk do të thotë që problemi nuk do të vijë. Shumë njerëz mendojnë nëse kam shpresë nuk do të kem vuajtje. Por të jemi realist. Të jemi realist edhe duke u bazuar edhe në fjalën e Perëndisë, do t'i kalojmë të gjitha këto. Por në një fjalë Perëndia tha, Jezus Krishti vetë tha tekstualisht: me një zemër, unë e munda botën. Pra shpresa e vërtet nuk është mungesa e stuisë, ato do të vinë. Shpresa është prania e Perëndisë brenda stuisë. Shpresa, ta them edhe një, është prania, prezenca e Perëndisë brenda asaj stuie. Brenda situatës, brenda dhimbjes, brenda sëmundjes, brenda mëkatit, brenda çdo gjëje që mund të ketë rrëzuar ty. Ajo është inspirant që mban anije në det të trazuar thot Bibla. Këtë shpresë ne kemi si inspirancë të sigurt dhe të fortë të shpirtit tonë. Po ku bazohet shpresa e krishterë? Ku bazohet shpresa jonë? Tek parat, tek njerëzit, tek emocionet, tek rrethanat? Jo. Ajo bazohet tek Perëndia që nuk ndryshon asnjëherë. Prandaj përmenda pak më lart që shpresa jo nuk është tek njeriu. Njeriu mund të ndryshojë. Njeriu nuk mund ta mbajë dot fjalën ndonjëherë, për shumë arsye. Por ajo që Perëndia thotë, atë Perëndia e mban. Në jetë dhe nuk e ndryshon. Perëndia nuk ndryshon, sepse çfarë? Për çfarë? Sepse ai është besnik, ai mban premtimet, ai sheh ata që nuk shohin, ai mund të hap rrugë edhe aty ku duket që është e pamundur. Edhe kjo më pas kjo shpresë sjell forcë për të vazhduar, paqe në zemër, durim, guxim, jetë, besim për të nesërmen. Po kjo shpresë që Perëndia
na ka dhënë në jetë, është shumë, do të thoja, dimensionale në çdo aspekt jetës tonë. Ai na dha shpresën që ishim të humbur, ai na dha shpresën që ishim në mëkat, ai na dha shpresë për të çuar dhe për të vazhduar një jetë të re, ai na ka dhënë shpresë për çdo gjë që i përket familjes, jetëve tona, aty ku jemi. Por ai u dha shpresë edhe njerëzve të tjerë që janë të humbur, ashtu siç ishim dhe ne më përpara. Do të tregoj një histori shumë bukur. E kam lexuar para disa ditëve. Një pastor ndërsa po bënte shumë udhëtime të shpeshta nga një vend në një vend tjetër në Amerikë, tha pas një dite shumë të lodhshme isha në një vend tjetër në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, nuk isha në vendin tim, për arsye shërbese dhe për arsye biznesi. Tha isha shumë i lodhur, kisha kaluar shumë shërbesa, shumë takime, kisha folur për bizneset e mia, tha, edhe kështu me radhë isha shumë i lodhur. Dhe isha e vetmja gjë që doja, tha, isha të shkoja në dhomën e hotelit, edhe të qetësohesha, të pija një kafe, të rija dhe të shikoja nga xhami i hotelit gjithë panoramën, pikturën që kisha përpara. Edhe më pas, pasi të shloheesha mirë, do të shkoja të shikoja një ndeshje bejsbolli. Po ndjeva tha që ndërsa po meditoja rreth fjalës Perëndisë dhe po shijoja natyrën përballë hotelit që kisha, ndjeva praninë e Perëndisë të zbriste në atë moment, edhe e ndjeva shumë fort dhe e dija tha nga eksperienca që kisha, e dija që Perëndia do më tregonte diçka. Dhe çfarë ndodhi? Unë mundova ta refuzoja Perëndin, mundova ta refuzoja frymën, ndërsa ajo po më prekte, dhe po deshte të më tregonte diçka, edhe nuk më linte radhë, dhe deri në atë moment sa i tha, Zot të lutem më le, dua të slodhem, jam i lodhur, më le ta shijoj këtë moment tani. Por Zoti fryma nuk po më linte radhë, duhet të çohesha. Dhe më nxiste për të parë jashtë dritares. Edhe me njëherë tha pas disa tentativash që doja ta refuzoja, Zoti nuk po më linte radhë. Edhe unë besova shumë fort që Zoti kërkonte të bënte diçka në punë me. Dhe shikoj nga dritarja, nga xhami i hotelit, shikoj një park shumë të bukur të madh me disa stola. Dhe tash, okay, Zot, po shikoj njëri, po shikoj një park madh, nuk duhet të çosh. Fryma e Perëndisë ishte kaq e fortë sa më bindi të dilja televizja. Shkoj, shikoj atë parkun e madh, shikoj ato stola, ndjeva të ulesha nga histori që kisha përballë. Nuk ka njeri në Kristor tash. Po ulem. Ula. Po qëndroja për një kohë, nuk po ndodhte asgjë. Zot, çfarë do të bëj tani? Prit, më thashtë fryma. Po qëndroja tha, ndërkohë që vini një djalosh i ri në moshë, po kishte një veshje jo shumë të përshtatshme, me ca rroba të vjetra për pista, ula aty tek unë, edhe fillova të prezantoja veten, i thash jam filani si je, ai u prezantua, po tregonte për jetën e tij, e pyeta se me çfarë bënte dhe çfarë merreshe, si ishte familja e tij. Por në fakt nuk po më tregojse shumë realiste. Dhe këtë fillova ta ndjeja. Dhe në atë moment fryma e shenjta më bindi, tha, duhet të ndash ungjillin. Duhet të tregosh për Perëndin. Fillova të ndaja për Jezus Krishtin, fillova të tregoja për jetën e tij, fillova të tregoja se çfarë bëri ai dhe çfarë dashuri të madhe kishte Jezusi për ta, edhe nuk kishte rëndësi se çfarë kishte kaluar dhe çfarë kishte ndodhur,
Tani ai kishte një jetë të re nëse pranonte Jezus Krishtin Zotin si shpëtimtari e tij. Me njerë ta shikoja fytyrën e tij, i cili u përlot me ngashëri dhe lotët e tij binin në bluza e tij dhe bluza e tij po lagesh nga lotët. Edhe ai pranoi me një Jezus Krishtin. Edhe më pas më tregonte dha për jetën e tij të shturur që kishte bërë, që kishte përfunduar në burg, kishte ikur nga familja, i kishte bërë shumë zarare familjes të tij dhe nuk kishte më kontakte me ta, sepse mendonte nëse do i telefononte apo nëse do ju shkonte tek shtëpia nuk do ta pranonin me gjithë ato të këqija që ai kishte bërë. Dhe unë i thash, shiko, ti pranove Jezus Krishtin sot si Zotin dhe shpëtimtarin tënd dhe ai mund të bëjë mrekullia. Edhe unë nuk jam më kot sot këtu. Zoti më ka sjellë këtu tek ty dhe unë ja ku jam. Dhe tentova shumë ta për të më dhënë numrin e telefonit, më dha numrin e telefonit mamas të tij, edhe unë i bie numrit të mamas të tij, e marr në telefon, edhe më desha mamaja e tij, edhe unë i them thash jam me djalin tan këtu, dhe ai ka dalë nga burgu, ka një kohë, dhe ka pranuar Jezus Krishtin si Zot dhe si shpëtimtar. Edhe dëgjoj maman e tij në telefon, ai shplloi të çante, sepse tha ne jemi lutur kaq shumë që ai të ktheheshe në Zoti. Dhe ne nuk po e gjejmë. Dhe më tha, ku jeni tani? Në cili vend jeni? Më jep një adresën të vi, sepse dua të takoj fëmijën e djalit. Dhe pritëm për një kohë, erdhi familja dhe me vrap ajo ka erdhur, mamaja dhe babai i tij ka erdhur me vrap, e kanë përqafuar dhe ai u habit nga e gjitha kjo, sepse nuk mendonte që do të reagonin ashtu prindrit e tij. E përqafuan në mall, edhe të dy ata filluan të qanë. Të dy u përlotën dhe panë se çfarë do një Perëndia. Ata që shpresojnë tek Zoti. Perëndia mund të ndryshojë jetët e njerëzve, mund t'i transformojë. Është i aftë ta bëjë këtë gjë, dhe kjo është shpresa e Perëndisë. Shpresë që do të thotë optimizëm, gëzim, ke pritshmëri dhe ke shpresë tek një person. Dhe ku kemi këtë shpresë, ne kemi pritshmërinë, presim për diçka përpara që do të ndodhë, kur nuk e kemi këtë shpresë, ne kemi një ndjesi frike. Po ku është ajo shpresë që duhet të kemi unë dhe ti sot? Dhe çfarë po jetoj unë? Apo jetoj unë me këtë shpresë tek Zoti? E dini që sot ne kemi shumë njerëz që nuk kanë asnjë lloj shpresë, tham pak më lart. Nuk kanë shpresë për martesën e tyre, nuk kanë shpresë për fëmijët e tyre, nuk kanë shpresë për shëndetin e tyre, nuk kanë shpresë për financa, për të ardhmen e tyre, për punën. Madje kanë ata që s'kan as për veten e tyre. Mund të jetojnë vetëm të sotmen, po jo për atë që do të vijë. Jetojnë vetëm atë që është sot dhe për disa njerëz nuk ka rëndësi ajo që do të vijë. Dhe disa kanë ngecur diku, por kjo nuk është qëllimi i Perëndisë. Për të gjitha ato që sapo përmendëm më lart. Ai kërkon që ne të kemi qëllime në jetën tonë, të kemi një ndjesi, sigurie dhe besimi dhe shpresë që duhet të varet plotësisht tek ai. Dhe sot ne e dim këtë histori, e kemi lexuar, e kemi rilexuar, por unë dua të ndalem në fakt tek kjo histori sot. Dhe është tek Gjoni kapitulli 4, nga vargu i parë deri tek 15. Nëse doni ta lexoni tani apo nëse doni ta lexoni në shtëpi, por është ajo pjesë ku gruaja e pusti, tek pusti që ishte martuar disa herë dhe tani që
Jezus ishte duke të nebuj që ti ke tani nuk është ai cilin ti e ke për burë. Ke patur kaq shumë persona dhe ai që ke nuk është ende. Dhe në jetën e saj nuk ishte asnjë gjë që t'i jepte shpresë të personit. Nuk ishte shumë njerëz që mund të madje do të thoya një gjë që ne identifikohemi shumë me këtë histori. Shumë prej nesh mund të identifikohemi. Dhe është një nga ato historitë që një person ndodhet ti pa shpresë, kur nuk ka ku të mbështetet, kur jeta e tyre, apo jeta e sa, apo jeta e tij është, si të thuash, ka shkuar në fund. Njerëzit janë disa erë të pa shpresë për shkak të asaj që ata bëjnë, për shkak të jetës që kanë bërë, apo vendimeve që kanë marrë më parë. Dhe ndonjëherë kjo nuk është vetëm faji i tyre. Po shohim pak jetën e kësaj gruaje dhe nëse mund ta përshkruaj. Ajo kishte qenë e martuar 5 herë dhe po jetonte në një shkelje kurore edhe me këtë burrë që kishte tash. Dhe të 5 burrat e pari kishte kaluar, kishte patur sfida, kishte probleme të mëdha dhe tani edhe ai burrë që ai kishte nuk quhej më burr. Dhe kjo grua kishte pasur shumë refuzime nga kush? Nga komuniteti i saj që kishte referohet në fshat, nga ata që ajo rrethohej çdo ditë. Pra, ti ishe e martuar 5 herë, do të thoshte që duhet të largoheshe fare nga ai vend sipas kulturës dhe traditës së atij vendi. Ata nuk mund të thoshin asnjë fjalë të mirë për atë grua. Ajo ndiheshe bosh nga ana emocionale, e pa shpresë, e paragjykuar. Madje e dini pse, nëse ju kujtohet historia, ajo vinte vetëm në një moment për të shkuar për të mbushur ujë në pustin, kur nuk kishte njerëz të tjerë. Vinte në një kohë ku ishte shumë nxehtë. Ajo nuk shkonte në mëngjes apo në mbrëmje, në mbasdite, kur ishte freskët, sepse në atë kohë shkonin shumë njerëz të tjerë nga fshati, nga vendi aty anë ban, dhe ajo nuk donte të përballeshe me njerëz të tjerë, sepse e dinte shumë mirë që ishte e paragjykuar. Dhe kjo për atë grua nuk silte asnjë lloj shprese, nuk kishte më, nuk besonte diku, nuk i kishte humbur plotësisht shpresat tek njerëzit nëse ata mund ta inkurajonin, t'i flisnin apo të qëndronin me ta. Pra ajo detyroheshe të shkonte në një orë ku ishte shumë nxehtë, që mos kishte njerëz të tjerë, dhe të mos flisnin me ta, dhe të mos paragjykohesh. Pra, duke mos shkruar mirë të gjitha ato 5 martesa dhe para, tani kishte zgjedhur të mos martohej më, por të bashkëjetonte me dikë. Dhe prandaj Jezusi e përmendi në një moment. Dhe pas gjithë këtyre dështimeve, duke mos gjetur dashurinë e vërtetë, ajo thjesht ekzistonte. Thjesht ishte. E kështomu shpresën, thjesht jetonte momenti, ekzistonte vetëm për atë çfarë ishte duke ndodhur. E dinte shumë mirë çfarë kishte ndodhur më përpara, por nuk kishte asgjë të mirë çfarë mund t'i ndodhte, nuk mendonte që do t'i ndodhte një gjë e mirë përpara saj. Pra ajo thjesht ekzistonte, pa asnjë qëllim, pa një vend ku të mbështetej, apo me njerëz që mund ta adhuronin. Ua, çfarë refuzimi, ha? Shikoj, ne lexojmë shumë herë këtë histori. E kemi lexuar shumë herë në Bibël historinë e gruas tek pusi ku Jezusi i kërkoi ujë. Po. E kemi lexuar shumë herë, por nëse hymë dhe meditojmë dhe nëse kërkojmë pak të kuptojmë kulturën, traditën, çfarë po ndodhte, pse po ndodhte, si ndjehej kjo gruaja, është një mësim shumë i mirë. Çfarë Zoti kërkon të na mësojë. Pra, ajo nuk ishte një vend ku të mbështetej.
njerëz që mund ta donin. Ishte një komunitet i tërë i cili e refuzonte. Asnjë nga komuniteti, asnjë nga njerëzit nuk e shikonte me dashuri. Ishte izoluar nga të gjithë njerëzit, kishte frikë të zinte miqësi me ta, sepse mendonte që do të paragjykohej, që do të flisnin njerëzit. Dhe nëse do të kishte dikush që do fliste me atë grua, nëse do të ishte një grua tjetër që do të kishte një burg, dhe do të komunikonte me ta, me njerë do të paragjykoshin dhe këta tjetër. Do të thoshin, pas ke folur me atë grua, po flet me atë grua, po komunikon me atë grua, dhe njerëzit do ta refuzonin, edhe ata që do të flisin me atë grua. Prandaj ajo nuk deshe t'i bënte vetë, do të thënë të ndjeshe vetë si person, sepse do të lëndoheshe, por nuk donte që të komunikonte me njerëz të tjerë, dhe nëse do të doni, sepse do të paragjykoshin dhe ata të tjerë, për shkak se do t'i flisnin kësaj grua. Madje asnjë nga njerëzit vetar nuk e merrte mundimin të bisedonte me të. Asnjë mësues, asnjë rabi që quhej në atë kohë. Pra, jo vetë bota jashtë ndjehet e pashpresë, por edhe mund të ndjehemi dhe të pashpresë në momente të caktuara. Mund të kemi provuar shumë herë, por s'ja kemi dalë dot. Përsëri ndodhemi tek i njëjti vend, tek njëjta situatë, i njëjti problem financiar, shëndetësor, vetmie, tradhtie e me radhë. Disa heqin dorë, disa duan të heqin dorë, disa nuk shpresojnë. Madje disa që kryen krime nuk kanë më shpresë. E humbi shpresën. Dhe po jetojnë në një kohë ku ka më shumë njerëz që janë të pashpresë. Dhe ja ku ndodh një takim personal me Jezus Krishtin, i cili ndryshon plotësisht jetën e kësaj gruaje që ishte në fund e zhytur, në fund fare, në pikën zero, e pashpresë. Dhe ky takim me Jezusin ndryshon jetën e saj. Se për çfarë erdhi Jezusi? Jezusi erdhi të jepte shpresë, të sillte shpresë. Ai tha unë erdha të çliroj të përgosur, të lidh plagën e atyre që janë të lënduar. Ju jap shpresë atyre që janë të pashpresë. Askush në komunitetin lagje, askush nuk mund të jepte shpresë asaj për atë që ajo kishte bërë. Por Perëndia sheh në një mënyrë krejt ndryshe, sepse metri i Perëndisë është shumë herë më ndryshe nga metri që ne matim. Sepse Perëndia sheh në një mënyrë të madhe, në një mënyrë të gjatë, në një mënyrë të cilën njerëzit refuzojnë, Perëndia pranon. Nëse njerëzit kërkojnë të shtypin dikë dhe ta përjashtojnë, Perëndia do të pranojë, do t'i marrë, do t'i bashkojë, do t'i sjellë me vete, do t'i jap shpresë, do t'i ngrejë prapë. Edhe kështu bëri me atë grua. E ngriti lart, i dha shpresë përsëri. Pasi i tregoi mirë se çfarë kishte ndodhur me jetën e saj, tani ai tha unë do t'i jap, tha nga ky ujë që ti ke erdhur po mbush sot, se ajo e mbani mend që thani një moment këtu kam pirë është pusi i të cilëve kanë erdhur dhe kanë pirë i Abrahamit edhe. Por ai i tha Jezusi kështu. Të gjithë ata që kanë pirë nga ky pus kanë patur përsëri jetje. Por unë do t'jap nga i ujë, të cilën nuk do të shtërrohet, do të mbajtë të freskët dhe nuk do të kesh më kurrë etje. Edhe kjo ishte shpresa që Jezusi i dha. Dhe nuk ka rëndësi në çfarë momenti ne ndodhemi, nuk ka rëndësi se ku jemi ne, nuk ka rëndësi se çfarë ka qenë duke ndodhur me ty dhe çfarë po ndodh,
Aty ku je Perëndia do të gjejë dhe do të ngrejë dhe do të japë përshtypjen. Prandaj ne kemi nevojë të mbahemi tek kjo shpresë që Bibla e përshkruan si një spirancë e patundur që nuk lëviz. Takimi me Jezu ndryshoi jetën e saj dhe takimi me Jezu ndryshon jetët e njerëzve sot. Si historia që përmenda në fillim me pastorin i cili takoi atë djalin. Ai nuk kishte humbur shpresën për të takuar familjen e tij dhe kishte humbur shpresën për të kthyer përsëri në identitetin e tij që kishte. Të kishte përsëri familjen, të kishte përsëri një punë, të kishte përsëri një jetë të re. Ai e kishte humbur. Familja deri diku e kishte humbur shpresën. Por vetëm një moment, ai e lejoi Zotin, u lut dikush për ta, dhe jeta e tij transformohej ndryshoi. Dhe nga ky bashkëbisedim me Jezu shikonte që bariera brenda saj po bind një nga një te kjo grua. Një burr me një grua, një samaritan me një jude, që nuk lejoheshe, që nuk shkonin bashkë. Dhe ja po ndodhte përsëri një shpresë që Perëndia po i jepte dhe judeve dhe njerëzve të Samarisë aty. Dy kombe që nuk shkonin, Jezus i dha shembullin më të mirë. Përsëri Perëndia jepte një shpresë për dy kombe, për dy vende, që ju mund të jetoni përsëri në paqe. Ju mund ta doni përsëri. Kur Jezus ju afrua tek ajo grua, nuk e dënoi. Një jude tjetër do ta kishte bërë këtë gjë. Do ta dënonte. Ai nuk e kritikoi, ai nuk e paragjykoi, ai i dha shpresë asaj. Ai pa diçka brenda saj që e bëri atë të shihte brenda tij një dashuri të madhe. Ajo ndjej pranuar e dashur dhe plot shpresë. Por, çfarë ndodhi më pas? Ajo shkoi dhe dëshmoi, tregoi, ndau lajmin, dha shpresën për ata që besuan tek fjala që ajo ndau. Ajo shkoi nga rënojat, nga fundi, shkoi në maj tash. Të gjithë bënë ta shëdheme, të gjithë e kishin përdorur, të gjithë mund të kishin abuzuar, kritikuar, paragjykuar, dhe nëpërmjet saj ata dëgjuan ungjillin. Dëgjuan për Mesian që ishte kthyer. Të gjithë ata që kishin paragjykuar dhe që e shikonin si një grua që kishte qenë kaq herë e martuar, dhe tani kishte shkelur kurorën se po bashkëtonte me dikë. Tani Perëndia, çfarë shpresë i dha Perëndia? Një njeri i cili është pa identitet, pa shpresë, ka është në fund fare. Imagjino Perëndia e merr dhe e përdor këtë person. E përdor për të ndarë ungjillin. E përdor që të tregojë atyre Mesian. Të gjithë atë grua që i drejtoni gishtin, dhe ti e kështu, ti e ashtu, ti ke bërë këtë, ti e pa moralshme, ti nuk meriton të jesh këtu. Tashmë Perëndia e merr, e ngre, e shpresë, dhe jo vetëm kaq, por e përdor atë. Kështu që Perëndia mund të përdorë secilin nga ne, dhe kjo është shpresa. Shpresa që ne duhet kemi, Perëndia do të përdorë gjithë secilin. Në një moment, vetëm një moment, ka ndodhur që ne kemi lejuar Perëndin. Perëndia transformon jetën, ndryshon jetën, prek jetën, shëron, tregon lavdinë e tij, fal mëkate, të përdor ty. Perëndia ka përdorur vrasësit për të kthyer, për të ndarë ungjillin me ta. Pali ishte një nga ata. E shumë të tjerë, edhe në vitet pas Krishtit. Në shekujt e parë, deri në shekullin e 15 ka patur mjaft të shni se si Perëndia ka përdorur vrasës, prostituta, njerëz që kanë qenë të postuluar nga njerëzit, që nuk kanë patur moral, që kanë qenë kriminela,
Zoti ka ngritur lart dhe kjo është shpresa që Perëndia ka. Çfarë është e aftë të bëj shpresa e Perëndis tek ne? Çfarë aftësie ka shpresa që Zoti vendos tek njerëzit? Mund të ndryshojë plotësisht. Pra, një grua që ishte në rnoja, tani ishte tashmë në majat e saj. Të gjithë, bani tash e theme për të gjithë kishin përdorur, abuzuar, kritikuar, paragjykuar e shanin, tani nëpërmjet saj ata do dëgjonin ungjillin. Dhe madje do shpëtoheshin. Shko çfarë bën Zoti? Çfarë shpresë duhet kemi tek Perëndia? Ne nuk duhet të vazhdojmë të pim akoma nga një tipus i vitet i pa shpresë. Ne duhet pim tashmë në burimi ujë të gjatë që ka shpresë dhe është Jezus Krishti. Perëndia ka një pus të ri, ka një jetë të re, ka gjëra të reja, ka ujë të freskët, ka ujë të gjatë që ndryshon jetën krejtësisht secilit prej ne. Ai ka shpresë për ty, ka shpresë për shëndetin, ka shpresë për familjen tënde, ka shpresë për të ardhmen, ka shpresë për të rregulluar marrëdhëniet e prishur, ka shpresë për martesën, ka shpresë për jap forcë, durim, ka shpresë për financa, ka shpresë për ty. Dhe dua ta mbyll me një do të thoja histori, mënyrën se si ka treguar një person. Ai e tha kështu në fakt, është shumë e bukur ndërsa po e lexoja. Një sekond. Ta treni nuk ishte me vonesë. Dua tha t'ju rikujtoj një gjë, që duket e vogël, por është shumë e madhe. Dua t'ju rikujtoj të gjithë që ndihet sikur ka mbetur pas. Në stacionin e trenit njerëzit po prisin. Dhe një tren mbrin në orën 6:30, një tjetër mbrin në orën 7:10 dhe një tjetër më 9:15. Disa trena ishin të shpejt. Disa ndalonin në shumë vende. Disa kishin rrugë shumë të gjata. Dhe disa vinin nga qytetet e largëta. Por askush nuk e pa trenin në orës 9:15. Dhe të thoshte: "Sketur, pse nuk mbrite në orën 6:30, por tani më 9:15?" Sepse të gjithë tha e dinë që çdo tren ka rrugën e vet, distancën e vet, ndalesat e vet, dhe madje edhe kohën e vet. Por me njerëzit ne harrojmë një gjë shumë të thjeshtë. Shohim dikë që po martohet, shohim dikë që blen një shtëpi të madhe, shohim dikë që ndërton një biznes shumë dhe i ecën biznesi, ose po bëhet shumë i suksesshëm. Dhe pa pritur ndjehemi sikur kemi mbetur pas, edhe humb shpresa. Por mos haro. Ti nuk po udhëton në të njëjtën rrugë ku ata po ecin. Ti nuk u nise nga stacioni i tyre. Ti nuk mbajte bagazhet e tyre. Ti nuk pate të njëjtat sinjale që kishin ata. Ti nuk kalove në për të njëjtat shina dhe trenit. Ti nuk pate vonesat e tyre. Ti nuk pate sturit e tyre. Atëherë, pse po e mat jetën tënde me kohën e mbritjes së tyre? Ndoshta nuk je vonë. Ndoshta rruga jote është më gjatë sepse destinacioni yt është ndryshe nga ata të tjerë. Ndoshta ndalesat e tua të mësuan gjërat që shpejtësia nuk mund t'i mëson të kur. Prandaj me fry.
Ki shpresë. Beso që treni yt I jetës po ecën. Edhe nëse është I ngadalt, edhe nëse ndaloj për pak kohë, edhe nëse askush nuk po të duar troket, ende duke pritur në stacion, ti nuk je vonë. Je në rrugën tënde. Mos u dorëzo. Kjo është shpresa. Secili ka një destinacion, ka një rrugë që nuk I kemi të njëjtën. Nuk bën dot të njëjtë rrugë. Mos e humb shpresën, dhe nëse kjo rrugë, në cilën ne po ecim, është Perëndia bashkë me ne, që është shpresa e patundur, e cila nuk dorëzohet asnjëherë, nuk thyet asnjëherë, nuk na haron asnjëherë. Le të mbajmë fort këtë shpresë. Amen. Zotë Perëndine, falenderojmë për dashurinë tënde, për mirësinë tënde, për forcën tënde, për aftësinë tënde, Zotë Perëndi, që ti ke dhe zotëron. Dhe je I aftë të ndryshosh, të prekësh, të transformosh jetën tona, Zotë Perëndi. Dhe vi të gjitha të na japësh shpresë. Shpresë e cila nuk turpron, shpresë e cila asnjë nuk na lë. Shpresë e cila transformon krejtësisht jetën tona, Zotë. Zotë, falenderoj që ti na ke dhënë këtë shpresë. Dhe lutem Zotë që këtë shpresë t'ja transmetojmë dhe të tjerëve, t'ja tregojmë dhe të tjerëve. Dhe nuk duhet të mbështetemi, Zotë, tek të ardhurat tona. Zotë, nuk duhet të mbështetemi tek forca jonë. Zotë, nuk duhet të mbështetemi tek asnjë person, tek asnjë individ I cili mund të na refuzojnë për të dështojnë. Zotë, ne duam të kemi një shpresë që shndron në ty, dhe ne duam të vajmë të ty, ne duam të mbajmë të ty, ne duam të mbajmë të kryshi yt, Zotë Perëndi. O Zotë, ne duam të mbajmë të këmbët e tua, Zotë, ne duam të shpresojmë me gjithë forcën tonë, me gjithë mendjen tonë, me gjithë aftësinë tona, Zotë. Duam të shpresojmë në ty, Zotë, sepse çdo gjë, Zotë Perëndi, çdo gjë që vjen në jetën tonë, çdo gjë që përballet në jetën tonë, përplaset në jetën tonë. Zotë Perëndi, nëse do të kemi shpresën ty, besimin ty, forcën ty, nuk e mbajmë fort, ne do të ecim, do të kalojmë, do t'i lëmë pas të gjitha ato, Zotë. Edhe kjo shpresë mund të na vë lart, me këtë shpresë që ti na ke dhënë, Zotë Perëndi. Nëse do të bëjmë fort, do të transformojë jetën tonë dhe ti do na përdorësh më pas. Do përdorësh kishën tënde, do përdorësh fëmijët e tu, Zotë, secilin nga ne. Në emrin e Zotit Jezus Krishtit. Zotë, ne lutemi për të shpresë e cila nuk turpron. Shpresë që është tek ty. Në emrin e Zotit Jezus. Amen.